Nëse pini të hanin, ju e helmoni trupin tuaj çdo ditë. Dhe jo, nuk bëhet fjalë vetëm për nikotinën. Në çdo cigare ka substanca radioaktive, mbetje të pesticideve, mbi 70 substanca që shkaktojnë kancer dhe një metal shumë të rrezikshëm të rëndë i cili quhet kadmium. Kadmiumi hyn direkt nga mushkërit në gjak, ai nuk qëndron aty për pak kohë, depozitohet për dekada në veshk, në enet e gjakut dhe në kocka. Në analizat e gjakut të pacientët e mi, këtu në ordinancë të cilat i bëj, tek duhan pirësit shoh pothuajse gjithmonë nivel të rritur të kadmiumit, edhe këtu e kam një shembull ku kam bërë një analizë të gjakut të një pacient, aty ka qenë kadmiumi shumë i rritur në gjak. Ky metal ngushton enet e gjakut, shkakton në rritjen e tensionit të gjakut, dëmton veshkat, është i klasifikuar si substancë shumë karcinogjene. Rreziku për tumor, për një formim të tumorit është shumë e lartë në mushkëri. Kadmiumi ul nivelin e cinkut në trup, rrit stresin oksidativ, dëmton shtresën e brendshme të enëve të gjakut dhe ka lidhje me çrregullimet e funksionit të veshkave. Mund të shkaktojë osteoporoze, domethënë dobësim të ishtrave dhe sëmundje të tjera kardiovaskulare. Mbi 90% të pacientëve me kancer të mushkërive të cilët diagnostifikohen janë duhanpirës. Pirja e duhanit nuk është vetëm varësi nga nikotina, por është një ngarkesë kronike me metale të rënda për organizmin, i cili shkakton një dëm shumë të madh për të gjitha organet e trupit. Kush e le duhanin, nuk ul vetëm rrezikun për kancer, por lehtëson dhe mbron të gjithë trupin e tij dhe organizmin.